Mirëmbrëma dashur teleshikues. Në pjesën e parë të programit sotëm do të flasim për duhanin. Duhanpirja ende mbetet një shqetësim i madh, shifrat janë goxha, mund të them, alarmante, edhe pse jemi në 2026 dhe ne edhe si emision shpeshherë i kemi kushtuar vëmendje kësaj teme, pra rreziku që na vjen nga duhani. Ndonjëherë duket edhe sikur përsërisim veten, por sa kohë që pra edhe në 2026 jo vetëm që ky problem nuk është zgjidhur, por janë krijuar edhe pra probleme, emergjenca të reja, ndaj ne gjithmonë do të vazhdojmë të flasim dhe ndoshta dikujt këto që ne do të themi do t'i duken të vlefshme dhe do të marrim masa dhe pse jo dhe ta lë duhanin. Ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për astmën, për medikamentet, barnat, ilaçet që përdoren për astmatikët, është në kuadër të rubrikës tonë të përmuajshme tashmë semafori barnave dhe i ftoj pra të gjithë ata që vuajnë në astma ta ndjekin me vëmendje sepse do të përfitojnë nga biseda që do të bëhet në pjesën e dytë. Në këtë pjesë të parë kam të ftuar doktor Roland Shuperkën, i cili është i mirënjohur nga ju, kemi folur shpesh pra për këto tema, për duhanin, alkoolin e tjerë. Dhe sot ai do të na njohë me të rejat më të fundit që pra kanë të bëjnë me duhanpirjen. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën sërish. Faleminderit për ju. Atëherë unë këtu do ta nis direkt me disa shifra që edhe teleshikuesit ta kuptojnë pra nevojën dhe rëndësinë se ne pse kemi zgjedhur pra të flasim sërish për duhanpirjen. Janë 62 milion gra në rajonin tonë që pinë duhan, i bie në Europë, në 53 shtete. Në 53 shtetet e Europës. Pra 62 milion. Europa pak a shumë ka shkuar 400 milion, në këto besoj gjysma do jenë gra 200 milion, 62 milion që kanë pothuajse 1/2, është një shifër goxha alarmante. 4 milion adoleshentë të moshës 13-15 vjeç përdorin produkte duhani, sepse do të flasim, tashmë nuk është vetëm duhanpirja tradicionale, por janë dhe këto format e reja. Dhe 14.3% e adoleshentëve përdorin cigare elektronike, pra janë këto format e reja. Është mesatara më e lartë në glob, pra Europa e mbaka nivelin më të lartë. Dhe vajzat e moshës 13-15 vjeç, pra kanë filluar gjithmonë më shumë të përdorin duhanin, do të flisim më shumë dhe për këtë, sepse që ka një moshë mjaft delikate dhe gati e pabesueshme që nisin vajzat që kaq herët. Pra, unë e bëra këtë hyrjen, doktor, për t'i dhënë pra dhe rëndësinë e dur kësaj pjese që do të trajtojmë pra së bashku. Juve jeni referuar shifrave të një raporti që kanë nxjerrë Organizata Botërore e Shëndetit në 26 shkurt të këtij viti, 2026. Dhe të gjitha këto shifra përfshin 2025. Pra janë shifrat më të reja dhe më të sakta që po jep nga Organizata Botërore. Përse Organizata Botërore e Shëndetit për Evropën ka kryer këtë raport dhe këtë shqetësim. Pikërisht ato shifrat që edhe aty. Femrat në rajonin evropian zanë 40% të gjithë nivelit të duhanpirjes, nivel botëror. Pra është një shifër goxha e madhe. Dhe në rajonin evropian 1.1 milion vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkakton pirja e duhanit. Ky ka qenë qëllimi i këtij raporti, edhe me qëllim për të sensibilizuar dhe ç'po bëjmë sepse nuk jemi mirë. Dhe një nga shqetësimet më të mëdha aty është që nuk ka patur rezultat në lënien e duhanit. Pra, duhanpirësit arrin ta lënë duhanin vetëm në momentet kur ka ndonjë sëmundje serioze, vetëm atëherë pothuajse pjesa më e madhe që i largohen. Por që të fillojnë me vullnet dhe me qëllim për të lënë duhanin, që të kenë një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme, kjo paraqet vështirësi. Edhe pse e dim që lënia e duhanit nuk është e lehtë. Ky ka qenë gjithë qëllimi i këtij raporti. Po identifikuan doktor ku janë defekte pse ne nuk ja kemi dalë siç duhet që të ulim numrin e përdoruesve të duhanit? Aktualisht në nivel botëror pin 1.2 miliard duhanpirës.
pra 1,2 miliard duampirës, janë në nivel botëror. 110.000 deri 120 milion janë duampirës që përdorin produktet e reja të nikotinës. Pra nga këta 1,2 miliard, 120 milion përdorin vetëm produktet e reja të nikotinës, si që janë cigaret elektronike, produktet me ngroje, çakizet që i mbajnë në buzë me qëllim që të marrin nikotinë dhe mos të përdorin duan me djegje. Dhe ne, Shqipëria, mesatarja e rajonit evropian është 26,3%. Ne aktualisht, në vitin 2024, si pas bankës botërore, studimit që bëri banka botërore, jemi në shifra 38,8%. Tani në studimet dhe të dhenat e OBSH-s që janë të referuar. Në më thënë 38% e popullsisë është duampirëse. është duampirëse. Ka ndonjë të dhënë dhe për femrat në të rast? Po pikrisht këtu është edhe për femrat, do me thënë 60, 58 për meshkujt dhe 18 për femrat që jep këtë rezultat. Por, për të thënë të vërtetën, edhe pse kemi marrë masë, edhe pse kemi një ligj dhe gjitha, shifrat e duampirës nuk ka rënë në vendin tonë. Që nga viti 2000, studimet e viti 2000, tregojnë atë që janë përsëri në shifrat larta. Ka qenë 39%, 38%. Pra nuk kemi një curi për të ndihmuar duampirësit për të lënë duanin, pra që t'i largohen konsumit të duanit. Dhe në këtë drejtim ka shtete të tjera që në nivel europian dhe botëror që kanë ecuri në këtë drejtim. Cilat janë këto shtete që të marrim shembull pra? Atëherë do të një shembull pra. Po, në qoftë se mesatarja është 26,3% e Evropës, 5,3% është mesatarja e pirjes së duanit në Suedi. Pra Suedia ka rreth 15 vite që ka hyrë me masa drastike dhe ka ulur. Çfarë politike ka ndjekur Suedia? Suedia ka përdorur snusin. Është një nikotin që vihet midis mishrave të dhëmbëve dhe buzës së sipërme dhe që ti nuk përdor duan, që të marrësh të duan me djegje dhe të përdorësh këtë snusi suedez. Dhe ky snusi ka dhënë rezultate njëkohësisht edhe për duani me ngroje, njëkohësisht edhe cigaret elektronike, që kanë arritur Suedin në këtë nivel. Që të quhesh shtet pa duan, shteti duhet të jetë në nivelin 5% sipas Organizatës Botërore të Shëndetit. Pra Suedia është 5,3 dhe synon që të arrijë shpejt. Në 11% ka përfunduar Britania e Madhe. Britania e Madhe ka marrë masa në këtë drejtim. Mindes në vitin 2024, ata shpërndan qeveria suedeze, britanike, shpërndau 1 milion vejpe falas. Janë këto duanet elektronike shuar? Po, elektronik. Kush ishte qëllimi? Që të bënin kontrat duampirësit, që të firmosin pranë mjekut familjes, të firmosin kontrat që unë nuk do të pi duan me djegje, një vitrisht dhe do të marrë ato vepet që ju do të mi siguroni. Pra jepte falas për 1 milion veta, me qëllim që të ulej sëmundshmëria në të ardhmen dhe vdekshmëria nga sëmundjet nga djegja e duanit. Është përtheksuar dhe për qytetarët që ne pim duan nga nikotina. Nikotina është ajo që t'jep varësinë. Nikotina është si drogë që të tërej që ti mos t'i largosh pirës duanit. Nikotina është me mira vjeçare që përdoret. Edhe nikotina do vazhdoj dhe do përdoret. Nikotina nuk shkakton asë kancere, asë mundje të moshkrive, asë mundje kardiovaskulare. Pra nikotina është një do më thënë demet e nikotinës në shëndet janë shumë të pakta dhe si pas studiusve angles, francez dhe tjerë, këto janë produktet e nikotinës janë 5%
të dëmshme. Në rast se llogaritet, duani me djegje është 95%. Pra dëmi nuk na vin ka mos së shumti nga nikotina, Jo, por në ato substancat e tjera. Katran dhe monoksid karboni. Pra, në rast se një cigare që digjet në temperaturën 850 deri 950 gradë Celsius në momentin e thithjes, aty shpërben 40 substanca me origjinë kancerogene. Dhe pra djegja është ajo shkakton sëmundshmëri dhe vdekshmëri dhe kancere. Unë do theksoja që në 10 të sëmurë me kancer të mushkrive, 9 janë duampirës. Duampirës me djegje. Dalemi pak të këto produktet e reja. Do të thotë që qënë kërkan më pak të dëmshme? Janë të dëmshme, por janë 95% më pak të dëmshme se produktet me djegje. Këtu po synohet bota. Në 2020 e ka menduar Bashkimi Evropian që ta eliminojë duanin me djegje. Në 2030 e ka parashikuar Britania e Madhe, ndërsa Suedia e arriti këtë punë. Pra është djegja, është vetëm djegja, substancat kancerogene. Çdo gjë që digjet, kur kalon dhe tymrat në koshat e plerave, djegja është djegje. Ajo shpërben gjithë ato substanca që shkakton sëmundshmëri dhe vdekshmëri. Dhe më tepër është e nevojshme që t'jepet informacion të qytetarët. Ose qytetarët mund t'i drejtohen ChatGPT-s, që t'i pyesin. Unë nuk po arrin që ta let duanin. Jam duanpirës, kam shumë vite që pi duan me djegje, dhe dua që ta let, po s'po e let dot. Çfarë më rekomandoni? Edhe ChatGPT do të rekomandoj produktet e nikotinës. Janë të gjitha këto llojet, që nga produktet e çemçakizit që theksuam, produktet e duanit me ngroje, dhe njëkohësisht këto produktet vapet që tregtohen. Atëherë të gjitha këto produkte janë ato që ty të bën që ti shmangesh duanit me djegje. Dhe në një moment të caktuar, kur ti bë gati për ta lënë duanin, puna më e mirë është që ti mos të pish duan, mos të përdorësh asnjë lloj produkti. Këto janë një fazë kalimtare për të reduktuar dëmin. Dhe rezultatet studimore në Britaninë e Madhe kanë qenë të tilla që kanë patur 60% e personave që kanë përdorur mbas 6 muaj të parë që kanë arritur me sukses që t'i largohen pirjes së duanit. Pra, kjo është arsye që dhe Britania e uli, kjo është arsye që edhe Suedia. Por ndoqën politikat e tilla në qofse produktet me djegje me çmime shumë të larta, këto produkte, domethënë, përdoren politika dhe fiskale të tilla që për probleme ekonomike që të ishin më të aksesueshme për popullsinë. Të kthehemi tek moshat e reja, sepse edhe shumë prindër ose gjyshër që na ndjekin, besoj ka bërë përshtypje ajo pika që unë e lexova, por e lexoj prap 13-15 vjeç. Vajzat europiane të moshës 13-15 vjeç na qënkan në norma të larta të përdorimit. Si shpjegohet edhe çfarë mund të bëhet për këtë? Këto janë studime standard. Zhvillohen një herë në 5 vjet nga të gjitha shtetet në nivel botëror. Të njëjtën gjë kemi bërë dhe ne. Pra, dhe unë kam qenë përgjegjës për vitet e para, disa një 2-5 vjeçar, që kemi bërë studimin e këtyre pirjes duanit. Kjo ka konsistuar që në 60 shkolla në Shqipëri, 20 shkolla në Tiranë, 20 shkolla në zonat rurale dhe 20 shkolla në zonat urbane. Me një kampion goxha, 4.000 ca kampioni, 4.500. Dhe ne kur hynim në klasa, nuk i zgjidhim në klasat. Na i kishte përcaktuar Amerika, CDC-a, e cila drejtonte nga ana teknike studimin tonë. Dhe këto janë shifra shumë të sakta. Unë zgjata për treguar për saktësinë e këtyre shifrave. Dhe ne në pothuajse në këto nivele.
vitet e fundit, 5 vjeçarin e fundit, tani pritet të radha që mund të bëhet studimi tjetër, kemi qenë po në këto. Edhe pimë besoj elektronike më shumë se duhani tradicional. Jo, Mosha 13 edhe... të përzjera, po. Okay. Kjo është, do më thënë, i shefë sa mbarojnë atë, fillon pushimi gjatë. Shef bishtat dhe cigareve në tokë. I shef që daljen tjetër. Por duhet të sqaruar një gjë, dhe për prindrit, dhe për mësuesit. Këto lloj produkte nuk janë prodhuar që të përdoren nga kjo grup mosh. Performanca e tyre në mësime me nga pirja duan dhe nga pirja këtyre produkteve është një faktor që nuk do t'japi rezultate të mira në performancë të mësimore. Pra këto janë vetëm për moshën mbi 18 vjeç. Dhe këto nuk rekomandohen me që një person nuk është duan pirës, e i thua me që këto produkte janë më pak të dëmshme pi. Jo, këto produkte nuk rekomandohen... Pra cigaret elektronike. Po, nuk rekomandohen për nën moshën 18 vjeç dhe për personat që nuk pi duan. Atëherë këtu është faj dhe përveç se prindrit, mësuesët e tjerë, aq sa munden duhet i kenë në kontroll fëmijët edhe atyre që ja shesin këtyre fëmijëve. Pra është e pafalshme që ja japin. Kjo është zakonisht e saktë. Ky është një problem madhor dhe ne kemi ligjin që nën 18 vjeç duhani, alkooli nuk lejo të shitet. Megjithatë ne nuk kemi arritur këtë punë që ta zbatojmë me sukses. Një. Dhe e dyta është shumë e rëndësishme bashkëpunimi prind mësues kujdestar. Një mësues kujdestar, po ta pyesni, do t'i thoni sa nxënësa në klasën tuaj pin duan ose pin nga këto vejpe. Qëndron 2-3 minuta, i numëron me banga në mendje dhe thot ky është numri. Por bashkëpunimi prindër mësues është shumë i domosdoshëm. Por nga eksperienca shumë vjeçare që ja merre me këtë problem, është ajo që duhet filluar edukimi shëndetësor që në kopsht. Ndryshe ne kështu do të vazhdojmë. Doktor, më dole në një temë që unë kam shumë për zemër. Unë kam realizuar vjetë disa video të animuara që edukojnë fëmijët për rreziqe ndryshme për shëndetin, po i rifilloj dhe si vjetë. Dhe kam vënë re që nuk ka atë shikueshmërinë që duhet, nuk e di pse këto prindër ose këto gjyshër nuk ja tregojnë, kam bërë thirrje shpesh, t'ja tregojnë këto video. Duken si gjërat vogla 1 minuta, 2 minuta, por fëmia i fikson aq mirë edhe vlen më shumë ndoshta se mësimet në shkollë, sepse përqendrohen më shumë kur i vinë në formë argëtuese, ja kanë bërë me animime e tjerë. Pra, edukata duhet filloj sa më herët shëndetësore. Dhe këtu do ju inkurajoja, pasi kam debatuar dhe me ministrat e arsimit. Vendoseni kurikulat që në kopsht e një tjetër. Unë do të mendoj që këto që po bëni, këto animimet, këto do ishi shumë të nevojshme dhe që të aprovoshin edhe nga Ministria e Arsimit, edhe që të jepeshin në grupe të veçanta, siç janë në orët e mësimit. Po. Me të rast do kërkoj regjisë që të japi një nga këto video, sa po të mbarojmë bisedën bashkë, pastaj dalim në publicitet, sepse me që u hap si temë, mos miri ta shfaqim. Ne kam ngritur si shqetësim nga puna shumë vjeçare, ja kam ngritur dhe ministrave, siç po e theksoj, dhe po do ju thoshe juve, ju inkurajoj juve këto programe, do t'ja paraqisni dhe Ministrisë së Arsimit dhe të gjitha të licencohen. Mbiles tek problemi duanit dhe alkoolit e në tjetër dhe unë mund të ju jepja ndonjë... Unë a dhatë ide shumë edhe do bashkëpunojmë bashkë të mund të jepja ndonjë mendim dhe unë jam pro kësaj pune sepse ndryshe ne do jemi një shoqëri duanpirëse. Po imagjinoni vajzat 13-15 vjeç, doktor, imagjinoni që ndodh trupit tyre që fillojnë kaq herët me gjitha format e produkteve që kanë bënë, edhe ato klasiket, po edhe cigaret elektrike. Kam një... Kështu që është shumë shqetësuese dhe alarmante. Në rrugën Lagjës aty sa zbres nga pallati, është një laborator dentar.
Dhe janë ata studentët. Ti shofësh të gjitha, e gjithë trotuari që mbushur me bishta cigaresh. Shetmeshme. Për ku po shkon kjo shoqëri? Doktor, me që dhe kohën e kemi të kufizuar, sepse nga preti ftuari i dytë, unë ju premtoj që së bashku do punojmë të bëjmë disa video të tilla për duhanin dhe për alkoolin dhe t'i prezantojmë së bashku në një nga intervistat e ardhshme që do bëjmë. Kështu që jeni mirëpritur, më jepni fjalën që do vini dhe patjetër është me kënaqësi të madhe sepse kjo është një punë shumë e rëndësishme dhe një punë edukuese në përbrezat që po. Doktor, ju mirëpresë si gjithmonë është kënaqësi të flasim për këto tema që janë kaq sensitive, kaq të ndjeshme dhe siç e pam edhe në shifra, mbeten shqetësuese dhe ndonjëherë këmbanat e alarmit duhen shkundur sa më shumë sepse 13-15 vjeç vajza që pin kaq shumë duhan është alarm më vetët. Faleminderit patjetër. Ne të dashur të shikues do ndjekim një video nga trupi dhe shëndeti për fëmijë, do kemi më pas publicitet dhe do të na ndiqni në pjesën e dytë. Shihemi vëmë pas pak. Leo refuzon të hajë mëngjesin e shëndetshëm të përgatitur nga mamaja. Qumësht, vezë, fruta. Në vend të tij, ai merr patatina dhe një pije me sheqer. Mamaja e tij duket e shqetësuar. Në vend të një mëngjesi të shëndetshëm, ai zgjedh patatina dhe pije me sheqer. Në shkollë, bashkë me shokët, han ëmbëlsira dhe patatina. Pak nga pak, energjia e tij bie. Ndihet i lodhur, nuk përqendrohet, nuk luan si më parë. Në shtëpi, ai refuzon ushqimin e gatuar nga mamaja dhe zgjedh të ha hamburger me pije me sheqer. Derisa një ditë, trupi i tij nuk mban më. Leo sëmuret dhe pikërisht atëherë kupton diçka të rëndësishme. Ushqimi që zgjedh çdo ditë formëson mënyrën si ndihet. Të nesërmen ai bën një zgjedhje ndryshe: fruta, perime, ujë. Dhe pa pritur, gjithçka ndryshon. Ai ndihet më i fortë, buzëqesh dhe luan i lumtur. Ushqehu shëndetshëm. Kujdesu për trupin tënd. Një fëmijë i shëndetshëm është një fëmijë i fortë dhe i lumtur.